Rikthehemi në diskutimin dhe analizën politike, por këtë herë është me ne dhe Redon Mekser. Redon, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Çfarë prodhoi, se do duhet tani gati nga fillimi, ne analizuam edhe rolin e Berishës së rolin e Ramës, megjithatë ti ke një qendrim të ndin sa i takon asaj se çfarë prodhuan këto zgjedhje. Vjen keq për Partinë Demokratike koalicioni? Po keq më vjen që çka me të, vjen keq për Shqipërinë, do të thonë, për Partinë Demokratike në vetvete, sepse Shqipëria sot ka një parlament të maset fuqishëm të Ramës, pra me 2 deputetë tani që flasim, po disojmë dhe 3 të Tom Doshit po të arritari marrëveshjen. Janë 35 deputet, pra e linde drejta të ndryshojë çdo kod si pas dëshirës ti. I ka ndryshuar dhe kurse ka pas mundësin duke bërë pazar, imagjinoje sot që do ketë mundësin. Pra, i është dhënë një armë shumë e fuqishme e Ramës në dorë me këto zgjedhje. Nga ana tjetër është komplet faj opozitës që nuk arriti të mbushë mendjen këtij populli që t'i votoi duke pas një qeveri 12 vjeçare të Ramës që ka ecur gjithmonë më keq nga ana reagimit njerëzve, korrupsionit etj. Mund të flasim për zhvillime ekonomike, por në fakt po ti shohësh me kujdes, nuk janë se janë zhvillime që kanë ardhur prej cilësisë të lartë qeverisë të Ramës. Por qytetarët shqiptar kanë punuar, kanë zhvilluar biznese etj. Po të shohim me kujdes fakt analizën se kjo duhet të folur, nuk është se Rama ka fituar më thellë se të tjerë. Ka marrë po aq vota sa çka marr më parë, mos them më pak. Sot që flasim, siç duken përqindjet, ka marrë edhe më pak se në 2021 vota, pa diasporën, flasim llogarinë. Por Partia Demokratike që s'ka marrë vota. Partia Demokratike nuk arriti kur të as të ulën tavolinë me Gronshejen, Adretik Lapajn me të tjerët, pavarësisht se këto kanë fajte veta dhe shpjegoj pas pak. Por nuk arriti të organizojë në fustë dur, nuk arriti fustë njerëz të dur, nuk arriti të demokratizojë kur. Listat që bëri nga më të këqija e mundura, kemi folur më parë. Pra kemi një armik të madh ne si të PD-s apo të djathtë që jemi. Kemi një armik të madh përballë me Ramën, një armik që për mua është tigër letre, nuk është fare i fortë, pavarësisht se këto duan ta nxjerrin si të fortë. Që e mund Berishën dhe PD-n vit pas viti, sa që kanë zgjedhje. Pse? Sepse këto nuk lejojnë asnjë vendim ndryshe të futet brenda partisë. Nuk lejojnë asnjëherë reorganizim, nuk lejuan kur reorganizimin e partisë. Berisha kishte një shans të madh në mbas 11 dhjetorit 2021-shit të bënte hapjen e partisë, të riqej vet pas dhe të shifte se si do realizoj reformimi i partisë, por nuk deshi këtë punë, bëri të kundërtën, përzori çdo kënd që ju afrua në atë kohë për reformimin e partisë, që mendonte ndryshe, dhe përzori nga partia dhe vetëm e përzori për vuri njerëz, si Shani, si të bler nga Rama, si të shitur, etj, si të Sorosit, me radhë. Çdo kush, po të shohësh sot dhe online, çdo kush është për mendim ndryshe nga mendimi zyrtar i PD-s, to 2 ditë pas zgjedhjeve, është i bler nga Rama. Unë personalisht kam për disa statuse që vendos fajtor opozitën që nuk diti arrinte në nivelin e dur, dhe unë jam i bler nga Rama. Kam bërë opozitë më shumë se sa Flamur Noka dhe Gazbardi, por jam i bler nga Rama, që të kuptohemi. Gazbardi ku ndodhet sot se di? Duhet pyesim atë gocën që e thret nga Fieri që mund të hyjë në parlament, si e ka zgjidhjen. Si 12 deputet më duhet të ajo vetëm duhet të gjë. Do thonë nuk merret as listën e mbyllur, por do janë fier. Në këtë far pike kanë çuar PD-n, që të kuptohemi. Lista e mbyllur PD-s nuk plotësohet dot në fier. Mirë, për ky është një ndër arsyet pse opozita është në paramendimin e asaj që quhet mosnjohje të rezultatit, refuzim të rezultatit. Shiko, mund ta refuzojnë sa të kenë qef rezultatin ato. Nuk është se është rapar që refuzojnë, ka refuzuar ndër vite. Çfarë do bëjnë? Nuk do marrin mandatet? Apo do futen në parlament dhe zonjojnë rezultatin, se e kanë bërë herën tjetër. Nuk njohin rezultatin, po parlament ishin. Do lejnë mandatet dhe provuan rrugën e lënies mandateve herën tjetër dhe i pam kuptim. Jo, nuk është zgjidhje lënia e mandateve. Ai tepër që ajo u pas siç pasojë sillte. Ka një zgjidhje. Po dhe për lënë mandatet pa i lejnë gjithë në blok njëherë, se disa po luftojnë me dhëm për ato mandatet aty. Se tani duhet parë se mos kanë ndonjë krisje të brendshme nëse kanë si filozofi. Në fundit e pam. E vetëm një rrugë që opozita ka është reformimi me njëhershëm. Zbatimi i statutit vetëm radh parë, neni 46 mos gabojnë statutit Partisë Demokratike përcakton ndërprerjen e mandatit kryetarit në çastin e mosfitores zgjedhjeve. Është detyrim ligjor, statuti është kushtetuta. Pra Sali Berisha që sot kur mbyllet rezultati nuk është më kryetari i PD-s, sipas statutit të PD-s. E nuk lejohet të rikandidojë për zgjedhjet e ardhshme për kryetar, sipas statutit të PD-s. Prap. Respektojnë statutin ta, se ti ke bërë ti ke thënë ta nuk respektojnë statutin, ti ke bërë copash këtu. Dakor, po nuk respektuan statutin e vet dhe kësaj radhe, mos ankohen për Ramën që nuk zbaton disa rregullore poshtë. Ne po flasim statuti është kushtetuta e një partie. Tani këtu do dalin prapë problemet e debatit brendshëm.
Se cili statut? Është statuti që ka qua Rama, apo statuti... I Bashës nuk vlenë më. Baroj i Bashës. Nuk vlenë më. Po pra, po, ky statuti që bëri zoti Berisha nuk vajti një gjykat. Ka është dërguar gjykataj. Jo, ka shumë, po nuk ka dalë në... Ska rëndësi, shiko, ligji për partitë politike më jep më Do dali ky problem, unë dakord jam me ju, po nuk është në këtë qasë jemi përbashkërisht, po puna është unë mendoj se çfarë. Ta shpjegoj ligjërisht çfarë ndodh. Unë si parti mund të ndryshoj sot statutin, mund ta dërgoj dhe pas një viti në gjykat, por veprimet që kanë ndodhur nga sot deri pas një viti janë të vlefshme ligjërisht. Sepse është si puna OJF-ve apo më kupton që ti e dërgon dhe më pas apo SPK-ve në ÇKB regjistrimin, jo në tatimin ÇKB. Dhe kjo është një gjë. Kjo duhet për të vërtetuar që palët e treta ky statut në fund fare pranë gjykatës. Por në çastin që është depozituar dhe pse s'ka dalë vendim, ky statut është në fuqi. Dhe në çastin që PD-ja mori vendimin me vulin e mori Sali Berisha, ky statut është në fuqi. Po të shupë. Në çastin që flasim. Kam mbaruar juridikisht. Tani Berisha nuk e di atë s'po thoja, po jo. Të lutem, po. Ti mbesin aty Zara në dorë, ta quajmë këtë formë. Ai e ka detyrimin ta zbatojë. Nëse nuk do, mos ta zbatojë, më keq të shkojë zgjedhjet e ardhshme. Nëse nuk do hapet partia, nuk do futen frymë re, nuk do futen njerëz të rinj, nuk do lejohet mendimi ndryshe, më keq të shkojë zgjedhjet e ardhshme. Por po e bëri këtë, ta mbyll dhe nuk vazhdoj më. Po e bëri këtë dhe po të krijohet një parti siç duhet, nga e para. Jo parti nga e para krimit, nga zgjedhja e strukturave nga e para. Pra nga degët, këshilli, kryesia, se janë gjithë fajtorë në fund. Kemi një qeveri që akuzojmë tërkohës për korupcion, për vjedhje masive me gjysmën e ministrave në burg, dhe ti nuk e lexon dot. Pra, jemi shumë keq dhe shumë dobët në këtë aspekt. Dhe po nuk arriti ta bëj këtë, unë them që brenda një viti realizohet Edi Rama. Nuk ka nevojë për zgjedhje. Do shkosh në zgjedhje siç duhet me kod të ri zgjedhor, se ja ku e shikon si fundin e fillimin e një çfarë po shikon? Domethënë që ka kohë ende që realisht ç'ka me të, po Edi Rama është ta përsëris prapë. Se ne gjithmonë shohim për një fillim, shohim partitë e reja si fillim të ri si alternativa, po pastaj jemi po këto që jemi me këto rezultate, nuk është se ndryshon. Partitë e reja. Ne shkojmë te Grama që thotë iki ku duam. Partitë e reja bën gabimin fatal që nuk bashkohen. Jo, bashkohen. këtë se do të pyes, po vej pikë që ta përfshihet edhe çupi e njeh këtë pjesën e mirë. Lexojnë Edi Ramën brenda një jave po organizuan siç duhet. Po reformohen partinë dhe tani ato pikë. Nëse këta ndërhyjnë, e beson këtë? Që rëzohet Rama? Për një vit? Jo, se edhe doni di procedurat i një, domethënë për të rëzuar Ramën, si thuash, duhet të nuk paguajmë taksat, dim dakord gjithsesi, po paguajmë taksat. Si thash se ka dalë për të përmbysur këtë realitet duhet të përmbyshin nga varri edhe rivrasin të rënët. Tani duhet përmbyshin Brukselin, Washingtonin, Shqipërinë. Se e ka votuar një shumicë e statuar. Edhe siç e votoi shumica. Deri tani ishte një lloj humori, po për të thënë të vërtetën. Më fal, po ta shpjegoj këtë formë. Unë sot kam një liri të tubimit, apo jo? Kam lirinë e grevës, kam lirinë e bojkotit. Më lejohen këto më. Unë sot mblidhem si qytetar, po të arrit të krijoj frymën, dhe nuk paguajmë taksat, po nuk dha dorëheqjen e Edi Rama. Çfarë do bëj Edi Rama? S'ka më buxhet. A jam ushin dot mendjen popullit? Me Berishën jo. Po ky është problemi. Po këtë është reformimi pra. Nëse bëjmë reformimin, nuk bëhet historia me posikur. Po tani me posikur do bëjmë, se s'kemi shans tjetër. tjetër. Të bërë ka thënë ky popull jon në mënyrë frazeologjike, po unë thash kush është rruga? Jo, unë e kuptoj. Po ne po flasim për një. Kemi dy momente të cilat njerë do jenë përcaktimtare për ecurinë e mëtejshme politike. Çfarë qëndrimi do të mbajë zyrtarisht Partia Demokratike nga momenti që nesër besoj certifikohet rezultati. Flas gjithmonë për mandate. Sot mbas ditës së nesër. Po, mund ta kemi edhe në orë të mund ta kemi sot. Atëherë, cili do të jetë vendimi politik dhe qëndrimi politik që do të mbajë opozita, sepse është e detyruar. Plus që e ka parathënë zoti Berisha që do të mbajë një qëndrim në momentin që... Sot vinë nga rrethet drejtuesit, nga rrethet, nga qarqet vinë drejtuesit dhe ka një takim në orët e Bazites besoj, si që më thonë kolegët nga terreni, së që raportua nga Mariglen Kupe, që është si një analizë, ose ndoshta do t'jetë shqipanat 4 të asaj që tha që unifikojnë mendimin për qëndrimin që do të... Nuk ndodhë gjë në Partinë Demokratike. Si nuk ndodhë? Nuk ndodhë gjë tjetër përveç se kësaj që ka ndodhur. Dhe me thënë, Selanik e ta të pjetë, si shka qenë do t'jetë. Dhe me thënë, Partia Demokratike, jo kërkoni së të redoni thotë që duhet ndodhë, ashtu duhet. Pa tjetër një ndërrimtar pozitive, një dëshiru si mathjet. Edhe unë atë gjë kam rashaik dikur, si ju që e dua Partinë Demokratike të mire, lodhet njeri, kur së bëhet më
atëherë e lë, për shembull, praktikisht do të gdhen një gjë të bukur në dru në pyll, pa i kalbet me njerë, e lë pastaj, s'ke që bënë më. Kjo është që kërkohet, domethënë për të ndryshuar brenda, për të dhënë ndërheqjen Sali Berisha, e para dhe për të ndryshuar, që është më thelbësore, atë çfarë është sot në Partinë Demokratike, është krejt e pamundur, është tërësisht e pamundur. Domethënë, është njësoj si të kërkosh zemrën e botës për ta nxjerrë këtu sipër dhe për të thënë, e shikoni, ta bëjmë ndryshe, ajo ne nuk e dim nëse është lava, nëse është demi apo unë nuk e dim fare. Si thot Eneida tek Virgjili. Po pra Virgjili. E ke kryer rrugën e udhëtimit të fatit. Kështu që e pa mundur e do, nuk mundet. 25 vjet ka shkuar në Nuk Lenin para mundet, se të vijë për zotin nuk mundet. Shiko, unë sepse ai është një organizëm tërësisht i helmuar. Organizmi i PD-s është tërësisht i helmuar dhe ka brenda tharmin e Sali Berishës. Mos e harroni këtë gjë. Gjithë ata njerëz që ka rrotull, enturazhi që ka, nuk e ka kot. E ka për të mbrojtur kështjellën para se të vinë turqit. Domethënë pushtuesit. Pushtuesit janë pjesa më përparuar e demokratëve, nuk hyn atë kështjellë. E para. Dyta është problemi që nëse do të ishte nevoja për të dhënë dorëheqjen Sali Berisha, çfarë do ndodhte? Kush do ishte? Do të ishte Flamur Noka. Jo. jemi si në poezinë e Kavafizit, barbarët serrën, ata ishin një zgjidhje. Shiko, kjo lloj retorike që s'ka kusht tjetër në vend Berishës, kjo sjell Jo, Berishën. nuk thash ka kusht Ma kuptoj, tjetër. Ai është pas ndodh, ai pres Sali Berishën që tha. Ai atje tha dhe unë këtu. Po çfarë tha Edi Rama kur do unë do iki vetë. Ai e shpjegova atë. Jo, kështu domethënë që ai atje dhe unë këtu është një gjë që unë e Zoti jemi ju sjeni fare. Ska Parti Demokratike. As ju, as unë, as ytat, më falë që po e përmend se është një nga personalitetet e mëdhta asaj lëvizje. Nuk do ta kishte marrë rrugën për të shkuar në atë lëvizje nëse fjala për Zotin. Zotin aty e kishte. Ne deshim të bëjmë demokraci për këta njerëz të gjallë. Dhe njerëzit që kanë mendje, që kanë lëvizje, që propozojnë projekte, që propozojnë orientime dhe që ecin përpara. Sa për Zotin s'kishin përshku. Ai thot tani, mbasi bën sfidën e madhe, refuzon gjithë historinë dhe thot ju sjeni, është Zoti dhe unë. Dakor, ma ai mund të nderoj çdo gjë, puna është sot ai nuk ka partin poshtë, ka vetëm partin sipër. Antarët poshtë nuk i ka më, siç ka pas njëri kohë. As sa të ketë, prapë në zgjedhje me ata shkon, do humbas pak më shumë derisa të mos jetë drurin pyll. Do vijë ai moment që këto forcat e vogla do bashkohen me antarët poshtë Partisë Demokratike dhe do bëhen forcë tamam. Le ta bëj. Shikojnë. Dakor, le ta bëj. Ta shikojnë. Në dorën e vetë është jap zgjidhjen për të shpëtuar Berishën, jo për ta dëmtuar Berishën. Kjo është vetëm të lloj forme shpëton Berisha. Vetëm duke forcuar po don. Po la do psot akoma më shumë siç po e lë. Më keq të shkoj Berisha e po do jap. Opozitarizmi nuk do vdes me Berishën. Vdiq Berisha nuk ka më opozitarizëm në Shqipëri. Te ke shumë të drejtë, sigurisht, po opozitarizmi ne po flasim për Partinë Demokratike. Po, sot opozitarizmi e përfaqëson Partinë Demokratike në vota që se shohim. E përfaqëson është më e madhja në atë vend. Ose bllokon të tjerët. Po ta shohim Tiranën, po të ishin të bashkuar. Tiranën, kemi 15 deputet mos e ka bojën PD-ja sot që flasim Tiranë. Po na nxorë dot regjia. 15 të 14. Do të ka 15. Jo të vjetrit, te parlamenti deri tani. Jo, dhe tanishmi, duhet se ka 15. E ka 15. Ai mandatën. Kemi 90 PD-s, po. Qofse Partinë Demokratike. Qofse bashkojmë forcat e vogla me PD-n, dalin 18-18. Me PS-n. Partitë e reja, po. Qofse i bashkojmë vende të tjera, dalin po ashtu. Po dhe partitë e vogla, po të bashkojmë bashkë, do shohësh sa ndryshon rezultatin. Por nëse nuk arritën kur të dalim mbi egon e vet, asnjëri nga këta. Po dhe të bashkojnë nuk e kalojnë 52%, nuk e kalojnë dot 82% që ka. Ka rëndësime, ky sistem nuk e ndan me përqindje. Ky sistem ndan me lethe. Ky është faj sistemi që prapë është faj Berishës. Në fillim të bisedës ju me drejt kapët diçka që është Partia Socialiste nuk i ka rritur votat, por paradoksalisht ka shtuar mandatet. Po. Dhe loja bëhet gjithmonë sepse është aritmetik në një moment saktuar në politikë. Nëse ka 82 mandate, ajo ka shumicë absolute. Dhe shumica absolute jep atributet që të mos lëkundet dhe mos të... Ne këtë themi që nëse opozita nuk
strukturohet përballë kësaj gjëje që ka ndodhur. Dhe strukturimi nuk mund të ndodhë siç ndodhi në krizën e 3 viteve që e mbajti peng dhe pendik. Tani ka nevojë për një vitalizim dhe këtu është nevojë, nuk ka më atë dasin jo i mat, jo i djallë. Tani jemi para një nevoje ekzistenciale për funksionimin e demokracisë. Dhe risqet në marrëdhënien me pushtetin absolut, me pushtetin e shumicës, janë tani nuk janë më risqet e opozitës, janë risqet e qytetarit. Në këtë gjë themi, dhe vetmja gjë është që në qoftë se vazhdohet në fuqi me atë që ne kemi quajtur status quo. Tani zoti Berisha ka vendosur status quo edhe me rikthimin, madje me rikthimin vendosi një status quo edhe më potenciale, edhe më penguese, më stanjative, po ta themi në gjuhën politologjike. Ne këtë po diskutojmë tani. Është i vetmi person, i vetmi autoritet që ka çelësin e hapjes së rrugës apo të një formule që në shëndosh opozitën. Ne nuk e shohim dhe nuk e besojmë për shkak se i kemi provuar provat, i janë konsumuar dhe provat. Unë po flas për publikun dhe për antarët e PD-s, në fakt në rastin konkret, që janë ato që kanë çelësin dorë, Berisha. Këtë do të kuptojnë. Po sa rritet në ta kuptojnë këtë, është problemi jonë si popull, komplet. Do thënë, dhe në kurizin tonë. Ti për i parmonire për i përfyrje... Zotin Meksi, unë do të bëj një propozim pak prapa ekstravagant. E vetëmja mënyrë për ta bërë Partinë Demokratike është iniciativa madhore për ta shregjistruar në gjykat, për ta shpallur grupin parlamentar, grup të pavarur në parlament, dhe për ta lënë të lirë nëse dikush tenton me trashëgiminë pozitive që ka Partia Demokratike, ta ribëj nga jashtë Partisë Demokratike. Nga brenda Partisë Demokratike nuk ka asnjë shpresë. Unë mendoj ndryshe. Unë mendoj që antarësia poshtë ka njerëz shumë të mirë, shumë të aftë. Nuk është lënë kur... Shiko, atje poshtë nëse dim se çka, atje poshtë padyshim të thash vetëm të marrësh zemrën e tokës, ta nxjerrësh shpirtin. Atje poshtë nëse dim çka ka, dakord. Pa atje poshtë si lë njerit në gjithën lart. Problemi është ky. Sot si blokon dot më njeri më. Se gazbari nuk ka kontroll, nuk ka dot gojë me blokon sot. Nuk jo se i blokoni dashur, po se ai tjetri nuk do më, nuk e ka atë mendje. Po do hikim dhe do ta nxjerrim jashtë, siç e zorën Lulin jashtë, edhe atë që s'pranon. Nëse shumica do ndryshe, do e nxjerrin jashtë me shkelma. Më duket se je bërë utopist. S'kem çfarë bëj tani, kjo na ka mbetur. Ose idealist, por ne po flasim një terren konkret, se ne dim shumë mirë ç'a ndodh. Tani terreni konkret, unë kam qenë në zgjedhjet e Partisë Demokratike në 22 maj të 2022-shit. Kandidonte Ibsen Elezi me Sali Berishën. Okej, Ibsen Elezi është miku im, unë isha përfaqësuesi pranë këshillit, pranë KQZ-s të partisë për Ibsen Elezin, dhe unë kam parë se si ashtu 15.000 vota. E kemi thënë dhe herë tjera. Shumë për jush keni pas fatin e keq që keni qenë pranë dhe keni punuar me shpirt. Nuk i ka të vota, nuk ka të fuqin PD. Ka këta zarat e vegjël sipër, këta gazbardra me shok që e mbajnë. Poshtë antarësi nuk e ka të fuqin. Në Sarand, Sali Berisha humbi me Ibsen Elezin, Sarand. Këtë ma ka thënë komisionerin Sarand. Dhe humbi me 120 vota, i shtuan 200 ca vota të Berishës. Nuk është se fitoi Ibsen Elezi se e do të më shumë Saranda Ibsenin se Berishën, no? Se është Kuksian në Ibsenin. Ishte votë kundër Berishës. Pra, nëse antarësia do regjistrohet siç duhet nga parat, marrin vesh kush janë antarët, se këtu gjithmonë hilet janë bërë me shtesat e votave në vjetët e PD-s. Edhe me Lulbashën njëta gjë është bërë. Ky një debat analizë do marrë kohë se tani po. Duhet të analizë nga e para, pse humbi PD-ja e para. Çfarë ndodhi, çfarë bëri gabim PD-ja? Çfarë bën gabim këta që ta shohim pas asaj që thotë Çipa që të shohim se kush do të jetë qendrimi zyrtar çfarë do bëjnë sot. Mirë, se deri tani ka fol vetëm Flamur Noka, në një vend ka thënë që ne nuk do t'i njohim. Kaq dim Çipa, nuk është se Flamur Noka flet në zërin e Sali Berishës. Pse ju po thoni kemi korrekt me termin. Frogo tjetër gjë. Jo, zoti Noka tha, nuk do t'i pranojmë tha. Nuk tha, ishte i kujdesshëm. Nuk është vetëm Noka, janë disa poshtë eksponentë që kanë filluar të Frogo thotë që po foli Noka ka fol Berisha tani. Kështu është. Po foli Noka ka fol Berisha tha ty. Kështu e dëgjova. Patjetër gjithmonë. Shiko, që të dielën në mëngjes më mori dikush në telefon, një miku im i PD-s, dhe më tha nuk do i njohin ndërkombëtarët të zgjedhje. Ata shfilluat ju, që në fillim. E marrët vesh humbin dhe thënë, sigur të që ja kësha thënë. Pra këto e ka njësër për plan për mos t'i njohur në telefonin. Shenjat janë da. Se po i kthemi prapa se do t'i kenë mandatet, jo do jenë aty, jo do t'i dalin nga rreshtje etj, që mos i kthehemi kësaj. Pse nuk prodhuan alternativ partitë e reja? Që t'u marrin nga një mendim dhe për këtë, se ato ishin si një ofertë, deri tani vetë s'ka ofertë, s'ka alternativ, po. Unë mendoj që nuk është se s'prodhuan alternativ, por... Pse s'u faktorizuan atër? Ose pse nuk janë aq të rëndësishëm sa t'ishin numra për Pengesa kryesore lidhet me sistemin. Të dy palët kryesore e ka ndërtuar në një mënyrë tillë sa do që të bësh ti nuk e kapitalizon dot
numerikisht votën e madhe që merr shumët, votën e shumët në mandat. Nuk s'ta lë këtë mundësi. Vetëm nëse ti e përqendron marrjen e votave në një njësi, le të themi, por kjo është e pamundur. Dhe këto mandate që u morën në Tiranë, nuk u morën dot në qarqet e tjera të vendit. Kjo është një pengesë shumë kapitale për e dyta, do vi një moment që ne ta marrim në analizë, sepse personalisht mendoj që protagonistët kryesor që u bën, le të themi, predikuesit e alternativave të reja partijake në këto zgjedhje, linin për të dëshiruar nga forca mendore, nga ligjërimi politik, kultura ligjërimore dhe kryesisht kultura politike, nga valenca e fjalës, pesha specifike e fjalës si interpretimi i projektit dhe i modelit që ofron si konkurim, dhe e treta mendoj unë u shndruan në miniatura të modeleve të udhëheqësive tradicionale. Domethënë, ata nuk lanë, imagjino një parti që nuk ka jetë politike më shumë se një vit, përzuri 3 apo 4 protagonistë nga niveli i lartë i udhëheqjes së saj. Po mendo kur të marri pushtet ajo dhe kështu çfarë do bëj? Atëherë i bie që ne dolëm te matrioshkat e njohura të partitizmit kryesor të vendit. Dhe kjo është goditje fatale për perspektivën e tyre. Bile një nga gjërat që duhet bëjnë zërat e lirë të shoqërisë sot, duhet kërkojmë që të thyet dhe të zhbëhet ky model që trashëgojmë nga post-diktatura e komunizmit në marrëdhënien e autoritarizmit partijak që është dominant në jetë. Modeli politologjik që ofrojnë partitë kryesore të vendit janë pikërisht modeli i autoritarizmit të njëshit, i kryetarit. Dhe prandaj unë në bisedën më parë e marr shumë në konsiderant diferencën kontrastuese që ka midis kandidatëve që kanë dalë nga listat e mbyllura dhe kandidatëve që dalin nga listat e hapura. Dhe ne duhet t'i mësojmë këtij fakti. Se ata që janë zgjedhur nga sovrani, nga qytetari, kanë një atur më të madhe për t'i bërë, jo karshillën, po për t'i bërë oponencë kryetarit dhe vendimit politik që merr kryetari, jo vetëm brenda partisë, po sidomos edhe të shumica, edhe brenda parlamentit, dhe të grupi parlamentar i tyre, sepse ata përfaqësojnë një vullnet të mishëruar prej votës drejt për drejt të qytetarit, dhe jo një delegim të selektimit prej autoritetit të kryetarit. Dhe besoj këtu kemi të bëjmë, unë në këtë pikë e përqendroj atë që e kam si shpresë dhe si paralexim, që në parlamentin e ri do të kemi një kualitet të diversitetit. Pashmangshmërit do të shfaqet kjo. Dhe nuk do kemi atë tradicionalizmin e uniformitetit të qëndrimeve. E mori vendimin ai dhela. Madje, tek Partia Demokratike, në periudhën kur ishte Zoti Basha dhe që ishte kriza, de facto u shfaq edhe një diversitet i brendshëm, se ishin brenda 3-4 grupe. Do thuash që ai diversitet është i pashëndetshëm për partinë se nuk e çonte në një vendimmarrje dhe në një qendrim. Në një analizë për te kësaj, për te partisë, po. Ty ishte edhe çështje strukturore, ne po flasim për diversitetin, nuk po flasim për në momentin që u destrukturua partia. Dhe procesi destrukturimit të Partisë Demokratike është nga proceset më të gjata që mund të kenë ndodhur ndonjëherë në historinë e partitizmit të gjitha partive që dolën pas 90-s edhe në vendet e Evropës juglindore. Unë sjell në vëmendjen tuaj rastin bullgar, nuk kemi një rast të dytë. Nuk kemi në rastin e vendeve të rajonit Ballkani Perëndimor, as në Maqedoninë e Veriut, as në Malë të Zi, se po marr këto vende që janë të përngjashme me ne e tjera. Pra, përderisa e kemi këtë gjë dhe ky është një problem që mësimin në këtë rast duhet ta nxjerrin nivelet e larta të udhëheqësisë politike dhe jo udhëheqësi. Po, jo redos do shkojmë reklama, po. Mos ta harroj, se ma kujtoi tani duke folur, Ilira Ali Mehmeti për shumë zëvendësues, meqenëse ku ka figura. Ne kemi një figurë për shumë. Po sa kam ne. Po, nuk isha, më fal. Jo, e ka, do të thonë Nuk varet nga vullneti nuk varet nga këto vullnete i dashur. Po varet nga ndarësia. Se do dalim unë ti për jashtë edhe do shkojmë tek ajo turma e PD-s. Po zet turma, të po them. Edhe do na thon, do jemi në minorancë ti dhe Iliri. Këto zgjedhje treguan që Ali Mehmeti dhe Jorita Tabaku, që ishin të mbështetur nga struktura dhe nga zgjedhjet e brendshme që ato bën, janë edhe sot të votuar, ë? Ja se do i shikojmë pastaj, se këtu do ndalemi tek emrat. Dy individ. Po ne po Ne që folëm për procesin brenda PD-s, pas sa do i lejoj Berisha se di. Reklama rikthehem pas pak.
Jemi rikthyer për të parë kush janë surprizat e listave. Zotëve, ta nis me ju. Humbja që është e thellës, po them katastrofë e tjerë, se zua të jap ngjyrime që po son Partia Demokratike, duket se po i prek edhe listën e mbyllur. Fieri dhe Elbasani në mos gaboj, ty qarqet, po e shikoj nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe tjetra, surpriza në listat e hapura, me qenë se Çipa disa herë na orientoi bisedën tek ajo se çfarë mund të shkaktojnë ata që do të hyjnë në parlament pa mbështetjen e partive, por do të hyjnë me forcat e veta, si nga PS-ja, ashtu edhe nga PD-ja, po them unë. Po kjo është vlera e listave të hapura, për të thënë vërtetën, e para. Dyta është se këta që hynë nga listat e hapura, kanë manifestuar një betejë të vërtet, ishte të mërës, ishte vështirë, për arsye se ishen në betejë jo vetëm me atë që është lartë, po ishen në betejë me atë që kishen krah. Dhe kjo që një prove, është hera e parë që provohet. Hera e parë që provohet dhe u kalu pa në një konflikt, pa në një gjë të lahtarshme. Sa i përket asaj çfarë do të sjellin në parlament këta njerëz të listave të jashtë të hapura, pjesa më e madhe e tyre janë ish deputetë të atyre partive. Domethënë ata vinë prapë si padyshim deputetë të asaj partie. Janë raste të rralla, më duket Partia Socialiste ka disa që i ka për herë të parë, po nuk ka shumë. Për atë që thoni që edhe në Fier ka ndodhur dhe në Elbasan ka ndodhur që Partia Demokratike nuk ka përsyer Rrezikon listën e mbyllur, listën e sigurt. Listën e sigurt, dhe kjo dëshmon se ka pritur shumë më tepër kur i ka regjistruar, kur i ka kornizuar ato lista, dhe praktikisht nuk e ka njohur veten, thot Platoni, një veten. Po ata se kanë njohur veten që janë në një situatë shumë të vështirë, shumë të rëndë elektorale. Nëse më lejoni të dalë prej kësaj, domethënë këto zgjedhje vërtetuan plot gjëra të tjera, plot fenomene në shoqëri. Për shembull, vërtetuan fenomenin që është stërthën këtu që Edi Rama është fajtori që njerëzit kanë emigruar jashtë. Dhe ata nga inati prej tij, nga lufta politike prej tij etj etj. Realisht shumica e emigrantëve votuan pro Ramës, do më thënë, ishte 55-60% sot në raport me 25% që votojnë për Partinë Demokratikë. Ka një fenomen tjetër pastaj që na intereson ne si një studio publicistik. Është fakti që të paraburgosurit, edhe pse morën garanci nga Berisha se do t'i liroj nga burgu, nuk votuan Partinë Demokratike, është interesant si fakt. Po nuk i liron dot Berisha nga burgu. Nuk i liron dot Berisha nga burgu, Berisha mund të premtoj çfarë doj. Atë e bën gjykata. Dakor, po si liron dot as Edi Rama. Po. Jo e dini mirë se kush liron, po. Problemi është se votuesi kthehet në një, sidomos i burgosur, kthehet në një fëmijë që pret vetëm një fjalë të mirë nga dikush. Edhe nuk ka shpresa konkrete. Kështu që kemi të bëjmë me disa fenomene interesante, sociale. Kemi të bëjmë edhe me një sy me cilin ka pa elektorati këta. Për shembull, pse është votuar në Tiranë Ali Mehmeti ose është votuar Jorida Tabaku? Se këto janë, besoj, deri tani po këto janë, se po shikoj. 75 kuti aty, 77 që nga, 75 më duke se ishin, pra është votë sa janë. Se është herët ende, po. Janë 1200 ca kuti, pa u hapur. Po, se numrohet subjekti, pastaj numrohet... Ajo është vota me vërtet. Për arsye se tjetri thot, ose e njoh, ose e di se vlera ka, ose dhe nëse di drejt për drejt, kuptoj se pse nuk është në listë, pse nuk është në listat e mbyllura. Bie fjala. Mund të fitoj më shumë Tabaku që nuk është listat e mbyllura, për arsye se kuptohet që është bërë një padrejtësi, dhe njeriu është shumë i ndjeshëm ndaj padrejtësisë, se sa një njeri që është brenda se sa Gazbardi, për shembull që është i cimentuar aty ose Mulnoka. Po Ilir Meta që s'ka marrë shumë vota. Nuk e dim, prap. 75 kuti janë, as janë as 10%.
Janë më pak se... Trendi tregon ku kishte nevojë, kishte një... Se do kishte edhe vot morale, thanë që do thyej rekordet. Kështu na tha nga partia e Ilir Metës. LSI-ja u zhduk, që të kuptohemi. Po jo, Ilir Meta. Realisht Ilir Meta dëshmon, duhet të ishte votuar si Mandela, duhet të ishte votuar si president, si personalitet i madh, nëse do ishte. Pa i tregon se s'ka qenë kur. Dhe me thënë, dhe nuk ka njohur veten. Nuk e ka njohur se thotë, unë do dalë të votohem. Kushe një vetëm Rama, se ma ke thënë 3 herë të vetëm Rama. Unë kam parë pak dhe terenin këtë kohë. Unë nuk kam folur në fakt shumë këtë një muaj, se nuk doja të flisje për arsye se do më akuzoni pasaj si të blerë nga Edi Rama të PD-s, duke thënë gabime. Të akuzojnë me njeriu për të akuzuar ka dalë në drejt. Po them një dëm, një votë sikur të ishe PD-s duke folur, nuk do doja të hiqe. Prandaj s'kam fol. Qëndrim moral. Të gjithë këta, të fortët e LSI-s në teren, jo të fortët në kuptimin gangsterët, të fortët që mbledhin votat, i mori PS-ja. Të gjithë, nga i pari ke fundit. Në fundi ku dhe Fajt Basha në fund. Nga i pari të ke fundit i mori PS-ja. Pra, në fund fare, ata njerëz që do votonin Ilir Metën dhe ishin këta të PD-s pak a shumë. Këta të PD-s nuk e votojnë kur Ilir Metën, nuk duan ta shohin me sy. Antarësia poshtë, apo votuesi poshtë PD-s. Nuk duan ta shohin me sy. Pra, një nga problemet që ka pas PD-ja ka qenë aleanca me Ilir Metën. Kishte një ndryshim në këtë rast, domethënë sepse ai vinte si president dhe vinte si burgosur, dhe vinte si njëri që shpalli se më kanë burgosur padrejtisht. Në qoftë se këto të gjitha bien tani. Në sytë e popullit bien të gjitha, sepse po të kishte pas një prej këtyre atributeve, apo i quajmë, populli do kishte votuar Ilir Metën, do kishte votuar Edi Ramën. Po tjetë për drejtësi popullore jemi në burg gjitha, më pëso, leje. Nuk e them për drejtësi, e them për mëshirë. E them për respekt, e them për moral. Do me thënë, njerëzit ka një lloj ndjeshmërie. Sa gjasa, që do të thotë? Për partitë e vogla, se the diçka dhe drejtojmë dhe gjykatës kushtetuese. Shif partitë e vogla, përqindje, ke 5% Adriatik Lapajnë paka shumë që përshkon tani, dhe ka një mandat. Ke 3% Tom Doshin ka 3 mandate. Ke 1% Arlind Qoni ka një mandat, ke 2% është problemi i përqendrimit. Jo, është problemi i gjykatës kushtetuese, se e dërguan gjykata kushtetuese këta. Gjykata kushtetuese tha njësoj dhe vlej vota, mos kemi mirak. Ja ta shohim gjykata kushtetuese tani si i vlen vota njerëzve. Ky është vendimi i gjykatës kushtetuese. Nuk prishin puna se listat e hapura apo jo, dhe votat do vlej po njësoj. Nuk vlen votat. Dhe lufta kryesore që do të bëjnë opozita gjithë së bashku është ndryshimi i kodit, pjesa parë. Pasi ndryshimi i kodit mund të futesh në garë. Me këtë kod që flasim sot, të ndarë në rajone, me këto forma që PS-ja ka fuqinë, e ke shumë të vështirë. Misisht po të garantoj se në zgjedhjet e tjera do jemi prapë në këtë studio, edhe do themi të njëjtat gjëra për kodin, s'kan përdryshuar asgjë. Do me thënë, kështu do jemi. Dakord. Edhe për PD-n, kështu kemi për të thënë atëherë, se do zbres më poshtë dhe do themi, po si nuk e bëm, si nuk e bëm. Qiba? Po su bëm. Mos po vdes për buk. Ata që vdesin për buk, vazhdojnë të rinë atje. Kush është surpriza, Qiba, e listave të hapura dhe sa gjasa ka që opozitën, po e kuptoj, unë do shajmë gabim, ose këtë le themi numër të lartë që ose këtë numër që 82 që themi për Ramën, jo ta rrudhin, po t'i bëjnë një lloj opozite ndërveti, ka gjasa që në këto emra që po hynë deri tani, ata t'jen ndoshta një opozit ose këto të listave të hapura të bëjnë një mini opozit që mund ta frenojnë deri diku. Nëse është kjo logjika ajo që jemi para fakti që tani ka filluar numërimi i votave individuale. Po nëse lexojmë kështu për shembull që Blendi Gonxha, Fatmir Xhafa janë Ali Mehmeti, Rita Baku, Erion Braçi, unë po lexoj kështu se që janë Morrizi, Lorenza Hoxha, Dojgjani Aslan, Ervin Hoxha, Orlando Rakipi, etj. Në gjithë këtë galeri janë disa emra politik bërësish dhe disa të deleguar si të mandatuar në deputet, për deputet. Ktu është vetëm Tirana, po më shohim pak më aftësinë gjatë. e politik bërësit nuk e ka çdo kush që rezulton fitues në mandatin e parlamentit. Po, dhe këtu ka emra që ne realisht... Por rasti për shembull siç është zoti Xhafaj apo Majko e tjerë, flasim për ata që janë quajtur ndryshe emrat emblematik të PS-s. Por edhe ata nuk është se kanë shfaqur ndonjë protagonizëm, po themi oponencial ndaj vendimarrjeve të larta të kryetarit. Nuk është se janë shfaqur për njerëz me diversitet të brendshëm në raportet e nivelit lartë të udhëheqësisë partijake të PS-s.
ata më shumë, rasti Zotit Gjafa e shfaqur në profilin e ekspertit ligjor tek sistemi i çështjeve drejtësisë, juridike, po nga analizë. por nuk është shfaqur si një politik bërës që në momentet caktuara ka vendosur oponentës ndaj kryetarit. Qëndrim. Braçja, se dhe Braçja është... Unë më shumë këtë gjë do ta dëshiroja, ose më saktë do ta lexoja, nëse do të ofroheshin këta të zgjedhurit e rinj të listave të hapura, që edhe kanë sfiduar. Kush? Sepse, po, ne jemi të sinqertë që disa nga këta i vendosi kryetari i partisë, kryeministri Rama, për që në riskun edhe mos të rizgjedhjes, se duhet ta themi, ky është sinqeritet. Po, këta të gjithë i vendosi kështu? Gjiknuri në Vlorë... Patjetër, në zona me diskutim, sepse Gjiknuri në Vlorë kishte një rivalitet me kandidat që kanë qenë më afër entiteteve të caktuara. Marrim zotin Llajo, për shembull, se po e kishit në tabelë. Ja s'do ma nxjerri Vlorën tani, po. Zoti Llajo është një biznesmen i suksesshëm, përfaqëson pakicën greke për shkak të origjinës dhe domeni i votave të minoritetit dhe të filo-grekëve në territorin administrativ të qarkut të Vlorës është shumë përcaktues. Marrim Ardit Bidon, që gjithashtu kërkon një vot të një entiteti të caktuar, se nuk përjashtoj. Marrim rastin e zotit Vullnet Sinaj, që ka një trashëgimni të mandatit, por edhe një investim personal. Pra, të gjithë kanë qenë në riskun e tyre. Dhe është ndoshta, në këndvështrimin tim, rasti i qarkut të Vlorës është rasti me konkurencën më të madhe të brendshme kur them brendshme se janë nga një familje politike. Po. Lufta brenda llojit ka qenë e fortë. Po ta shikosh, tek PD-ja nuk ekziston ky rivalitet, ose tek koalicioni për Shqipërinë Madhështore, nuk ekziston ky rivalitet sa është i potencuar brenda socialistëve. U fokusova ke një qark që ka dhe 12 mandate, sepse nuk mund ta bësh këtë krahasim në Gjirokastër apo në Korçë. I vuri në grup zjarri ndër veti, por në grup zjarri, se unë prandaj përmenda për shembull edhe Gjikurin, përmenda sërish të disa emra... Ishi në riskun më të madh të gati mosmarrjes së mandatit, po të kemi parasysh që edhe dy partitë e reja aty, siç është Shqipëria Bëhet dhe Mundësia, kanë marrë maksimalisht vota më shumë se të tjerë. Se nuk kisha vetëm përballjen me koalicionin e zyrtar të opozitës. Pra, në këtë pikpamje them që ata tashmë vinë edhe me një atu tjetër në jetën e re parlamentare. Gjafaj, kush ishte? Majko, Braçja, se mund të hydhe Braçja. Rion Braçe, pastaj kemi... Këto janë një grup që realisht nuk mund t'jenë... Si që është Gjylameti, se po... Po, dhe Gjylametin, po që të shojmë se ka dalë Anila Denaj më shumë se Gjylameti dhe ministre, po se dim se qa mund të shojmë. Po dhe Anila Denaj, u hoq nga qarku i Vlorës, aty i kështë bërë gjithë investimin mandatin e shkuar në Saran dhe u solën bebas në Tiranë. Po, solën Tiranë në mbështetje e strukturave. Po, dakor, po e kishte riskun e mos plojës së terenit. Dakor, jo, i kanë dalë zotë se po të shikosh, ato zëra që përfliteshin që Partia Socialiste në mbështet Denaj, po vërtetohen këtu se janë të dhëna, deri tani se sa e lexojmë ne. Dhe ju thoni që ky grup, çipa mund të jetë një grup që mund t'i qëndroj për ballet i Ramës? Se ka shkaktuar, shikom, me që se në sollen në Tiranë tek PS-ja. Tek PS-ja vrej, për shembull, që nuk rezultojnë akoma në mundësinë e marrjes mandatit të zoti Qefalia, Toni Gogu, e tjerë. Atëherë, janë skualifikuar 2 kandidatë të cilët në terenin e tyre kanë qenë me ndikim potencial. Shtaj kuti, prap. Kur shkojnë shumë, do hapen se si ishin hapen në kur e hapsa e kuti e parë, nuk e hapë zonët rurale. Nga të dhënat e deri tanishme. Te i dhe këtë votat. Jo, nuk ka me informacione në zonën e vetë, nuk është aty ku duhet, me raportimet që unë kam, sa po e shikoj. Mos tem që e ka humbur zonën. Se bëjë sa dhe gjithë shumë mirë me të që bërë, vetë fortët në listat hapurë, maksimalizo votat. E kundët e PD-s. Vuri njerëzit që do t'ishin më të fortë të PD-s parimisht në kryesi. Po logjika ime ishte tjetër, që a mund të ketë Rama një grup të pakënaqurish përballë? Kjo ishte pyetja. Ju e shikoni që pasi mundsi? Jo, duhet jemi shumë korrekt, sepse pse nuk e shikoj? Pushteti që ka Rama është absolut, si mund? Është fitues. Po në një pushtet absolut. Nuk të hym punë as... Po si thoshte Dritaroj, nuk ka më trima, ka petëm Pelivan. Kështu që
Po sa e shëndeshme është kjo për një vend? Prandaj është drojve dhe prandaj është arsye pse ne e zhvendosim fokusin nga ai fituesi që nuk kemi më në dorë ta ndryshojmë tek opozita që kemi nevojë për të krijuar një balans. Ne shikojmë që është përthelluar disbalanca në pluralitetin e vendit. Rama e ka të reguar që pa kontribut politiki ka bërë ministra. Lirka Lema ja numron këtu, thot kush ish ministri jashtëm, kush ish ministri arsimit që na erdhi nga Kosova, pra ose një ditë bukur kur gjithë disa socialistë shohin nga sytë e tij për të parë do t'jenë ose jo ministra, i komunikon dhe nga televizori. Na riktheve në një debat, se dhe kjo ha diskutime të mëdha. Se varet si e shef. Për shembull, unë që kam një raport me Kosovën e kështu, them, po sikur ta shikojmë që me të drejtë zoti Rama bëri një testim për mendësinë e shoqërisë së Shqipërisë, se jemi dy shoqëri të ndryshme shqiptare. Thotë që të marrësh një individ, ta sjellësh këtu dhe të shikojmë cili është reaksioni. E u pa që kjo shoqëri nuk ka reaksion, ka pranim. Pavarësisht se çfarë kualiteti zgjodhi dhe sa rezultoi të jetë në kuptimin cilësor të fjalës i provueshëm. Por dhe këtë gjana si dhe mund ta bëjmë. A e dim ne për shembull që në Kosovë ka pasur dhe të paktën deri tani ka pasur deputet të Shqipërisë që janë zgjedhur në parlamentin e Kosovës? Se ne nuk i shikojmë këto, duke sikur janë vëzhgime sociologjike, por këto në fakt vrejnë edhe disa fenomenologji të integrimit të brendshëm gjithë shqiptarët. Që ne ti analizojmë një herë tjetër për çështje kohë. Jo, nuk u futa, po dua të them se mora rastin që zoti Rama mori 2 ministra nga Kosova pa një background publik. Dhe sot s'kan vot kontribut real që të shojnë në strukturë. Nuk është se pati reakcion, i pranoi. Shiko që të kesh grup për balla, do të jesh humsi. Kur je fitues si Edi Rama, se këto janë eksperimente, unë këtë dua të them, nuk është se Edi Rama ka qenë 2005 pa bërë zgjedhjen PS. Pse e thotë se unë fitova? Dhe sot që ne dhe kur i qonë në lista në fund dhe kur do t'i heqi, prap themi që ata nuk ngrihen dot që t'i imponohen. Është lumtur, fitoj. Problemi është ti që humbsi, ti do shohësh të reflektosh. Ai fitoi në fund fare, si fitoi, çfarë fitoi. Po debat dhe diskutim do t'jetë edhe si do t'i bëj ministrit, se në ishte në fushat kur nga Vlora përpëtoi ministër. Ministrisë kemi pasi veprojnë Edi Rama. Edi Rama është ministri i shëndetësisë, kryetari i bashkisë. Ministri i Rendit, gjithë Edi Rama është ministri i Rendit se një fëmijë në Shqipëri. Po pra, po, është e rrezikshme kjo, është një debat tjetër, unë po e mbyll në fakt, zëqur, po shikon Ramën, a mund na kthehet në një delir edhe në një që s'ka nevojë për askund që mund të jetë rrezikshme për qeverisjen? Po nuk mund të thot askush për askënd në këtë botë që nëse nuk është i kontrolluar, nuk ikën nga rregulli social, rregulli shtetëror e tjerë. Po në rastin konkret, Edi Rama po tenton të kontrollohet akoma më shumë se është i kontrolluar. E ka dhënë këto sinjale po thua? Pranimi në Bashkimin Evropian, shtektimi drejt Bashkimit Evropian. Nuk ja. Jemi të detyruar ne të kontrollohemi, qoftë edhe si ngasim makinën, e jo më qeveria, jo ma kryeministri. Do me thënë, i bëjsh qytetar Në mbeti Lacivita pa komentuar, po... Unë jam qytetar Europian me thënë drejtën, dhe pa pasaport. Thot që doj Europë. Ato të Europë, sot jam më pak Europian se unë. Bruxelli ka 60% jo Europian, unë jam shumë për Europian se do 60% se Bruxelli. Po e shikon që kjo është temë tjetër prapë që u dashka diskutuar sociologjikisht. Do vini sërish kështu të tre, së bashku. Se duhet në pasaportën Europiane. Nuk e du hiq. Ti ke Edi Rama, jam shumë i lumtur se pasaportën Europiane. Se do filloj lajmet pas pak, kështu që unë do t'ju falenderoj që ishit me mua. Shihemi nesër në orën 10 me të tjerë të ftuar me analiza sa i takon edhe këtyre çështjeve. Do të kemi dhe shifra që janë më të qarta. Për sot faleminderit.